Nga Amerika në Kosovë, 10 vjeçarja Rubina Sadiki solli me vete energjinë, entuziazmin dhe dëshirën për të mësuar gjëra të reja. Tashmë 3 vjet në Kosovë vijnë mësimet në shkollën fillore Selami Hallaçi. Kohën e lirë thot se e shfrytëzon për pasionet e aktivitetet të ndryshme jashtëshkollore. Me gatimin që e ka mësuar nga babai dhe pikturën që e praktikon çdo ditë thot se e bën përditshmërinë më të veçantë. Përshëndetje, unë jam Rubina. Sot do t'ju tregoj si të marroni American pancakes. Së pari, ne do t'i përgatisim gjërat e tërura. Së pari do të fillojmë me 2 kap e gjys miell. Një pluhur për pjekje. Tani, ja qesim një lugë të gjellës sheqer. Dhe i përziejmë. Okej, tash përbërjet e tërura janë gati. Tani fillojmë me përbërësit e lëngshëm. 2 kap qumësht. Këtu i kemi një 2 dhe fillojmë e shkrijmë buterin. Buterin tash e lëjmë në shkri. Dhe presim 2 deri në 3 minuta. Përveç petullave amerikane, ajo përgatit edhe një sër ushqimesh tjera për vete dhe gjithashtu për familjarët. Më pëlqejnë edhe shumë palacinkat dhe french toastat. Kur unë gatuaj më shumë për familjarët, por kur kush nuk dëshiron, gatuaj vetëm për veti edhe për motrën, se motra gjithmonë dëshiron çka të komune të ketë ajo. Për të qenë më e lehtë mënyra e përgatitjes së ushqimit, 10 vjeçarja shton se babai i saj i dhuroi një libër me receta të ndryshme. Fillimisht unë kam filluar me babin, për tani babi jam më ka thonë, oj Rubin, pse nuk po fillon disa gjëra mi bo vet, jo vetëm unë gjithmonë me ty, pra ish qenë më lehtë edhe ti ta gjes një gjë më të lehtë për ty se sa ti mi lip mu recetat çdo herë, prandaj ma ka dhuru këtë librin. Po, ka shumë receta, ka për pije, ka për ëmbëlsira, ka receta për veten time dhe ka receta për musafir. Këtë është një shenjë që çdo recet e ka një kapel të shefit në të. 3 kapela i bjen që dush me ditë si me pas një ide që she ke marru këtë edhe me ditë përbërësit si të përgatiten. 2 kapele është që mundet ma lehtë, por me eksperiencë. Një kapel është që kjo mundet mu bu pa eksperiencë heq. E ti të cila kapelje? Unë të treta. Bravo. E Rubina talentin e saj e shpreh edhe në pëlhur, ku disa prej pikturave i bën edhe si dhurata të çmueshme për të tjerët. Unë kam filluar në pikturë edhe në art për një moshë shumë të vogël. Tash e shprehi dëshirën për art në piktura dhe në ushqim. Një shej për shprehin e kreativitetit tem, u konë një video në TikTok që e pat për Bobi me pasta me çokollatë. Kjo ka qenë se kjo konë ide kompletisht e jamja, se mua edhe më pëlqen pastat edhe më pëlqen çokollata e zezë. Pra kjo ka qenë një shej shumë të madhe për mua. Babi jam ka deshur që unë t'ja bëj një piktur për restorantin tonë, Semis Pizza. Dhe unë desha që masi ne kemi vetëm pasta, unë desha që ta bëj një piktur me pasta. E vetmja që na ka mbetur është që ti servojmë dhe ti provojmë me erzën. E pra, shikus të dashur, vetëm erdhëm drejt përfundimit. Faktikisht Rubina ka ardhur drejt përfundimit të pancake-a, vetëm po bëhet dekorimi i tyre.
edhe do t'i provojmë së bashku, apo jo, Rubina? Po. Si shkoi gjithë procesi? A u lodhe? Shumë mirë. Jo, kjo recit nuk është hiç e lodhshme dhe është shumë e lehtë që dikush ta bën. Edhe unë mësova ende më mirë me i bu pancake, besoj që e kom bu shumë mirë, apo Rubina? Po, Unë pak një pancake vetëm e kam prish, po Rubina të bën më të mirën për neve. Tani po e shohim edhe, po e bën dekorimin me mjalt dhe buter, apo? po. Në Amerikë normalisht bëhet me buter dhe maple syrup, por këtu në Kosovë nuk ka maple syrup, pra bëhet me mjalt. Besoj që edhe shikuesit kanë me marrë këtë recetë, sepse është një recetë e lehtë për secilin që dëshiron me e realizu. Po. Dhe po duket shumë e shishme. Faleminderit që ishit me ne. Faleminderit shumë Rubina, e besoj që tash neve kanë më na pëlqyer shumë. Po. E shijojna bashkë.